Komisioni Evropian përmes raportit të progresit për vitin 2025 për Kosovën ka vlerësuar se ndonse vendi ka bërë përparime në fushën e barazisë gjinore, pabarazitë ende mbeten të theksuara. Sipas raportit, gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara në pozita të larta qeveritare dhe në organet të vendimarrëse lokale, raporton Ekonomia Online. Lidhur me këtë çështje, drejtoresha ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit Edi Kusia në një intervistë për Ekonomia Online foli për arsyet e pjesëmarrjes së ulët të grave në tregun e punës. Gratë në Kosovë kanë pjesëmarrjen më të ulët të tregut në tregun e punës në rajon, është një prej statistikave më shqetësuese. Do thotë ka lëviz vitet e fundit, ka lëviz në 25.4%. Arsyet janë të shumta. Fillimisht ka të bëjë me barën e përgjegjësive familjare, gratë kosovare ende kalojnë 6.3 orë në ditë në punë të papaguar rreth obligimeve familjare. Mungesa e kopshteve të qasshme me pagesë, mungesa e shpërndarjes së kopshteve do të thotë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, orari i shkollimit, do të thotë fëmijët kosovarë qëndrojnë 4 deri në 5 orë në shkolla, që bën për shkak të normës kulturore dërgime në shkollë dhe marrje nga shkolla mbetet barë e nanës, mbetet barë e grave për shkak të normave kulturore. Kështu që gratë mes asaj se atë punojnë apo të përkujdesen për fëmijët, zgjedhin përkujdesjen ndaj fëmijëve. Në anën tjetër vazhdon të mbetet shumë shqetësues fakti i transportit publik, do të thotë lëvizja nga zonat rurale në zonat urbane shumë e zorshme për gratë të cilat jetojnë në zonat rurale. Nëse shohim statistikat, gratë në zonat urbane janë 50% më shumë të punësuara se gratë në zonat rurale. Do të thotë që tregon që gratë në zonat rurale kanë edhe më pak informacion, në anën tjetër kanë më pak formim profesional, do të thotë për tu riadaptu për kërkesat e tregut të punës, dhe gjitha këto janë problematika që pengojnë, do të thotë, një përfaqësim më të denjë të grave në tregun e punës. Drejtoresha e Agjencisë për Barazi Gjinore ndër të tjera tha se është e nevojshme amandantimi i ligjit të punës, duke theksuar rëndësinë e veprimeve në nivel lokal.